Në oborrin e Bashkisë Shkodër për herë të parë po zhvillohet aktiviteti sportiv i basketbollit 3x3. Në këtë aktivitet po marrin pjesë plot 14 ekipe nga Shkodra, Tirana dhe Kosova, ndërsa shtrirja gjeografike e lojtarëve është edhe më e zgjeruar, pasi ka lojtarë të ardhur nga Malizi, të cilët përfshihen në ekipet pjesëmarrëse. E veçanta e këtij aktiviteti është pjesëmarrja e lojtarëve profesionistë, ku nuk mungojnë lojtarët e kombëtarëve të Shqipërisë dhe Kosovës. Ky aktivitet ka për qëllim masivizimin e këtij sportit, si edhe promovimin e qyteteve. Është një aktivitet i mbështetur nga Bashkia Shkodër dhe Federata Shqiptare e Basketbollit. Ka një pjesëmarrje prej 14 ekipesh, me pjesëmarrje nga Kosova, rrethet e tjera Shqipërisë, si edhe nga Malizi. Ka dhe lojtarë profesionistë cilët vinë nga Superliga dhe Superliga Shqiptare dhe Superliga Kosovare. Zgjatë 3 ditë, ditën e djeli janë finalet dhe gara për 3 pikësha. Dhe vitin tjetër shpresojmë që aktiviteti tjetë edhe ndërkombëtar dhe ta zhvillojmë në Shkodër prapë. Ky aktivitet tashmë i licencuar nga FIBA, i cili ka si qëllim promovimin e lojës 3x3, pritet të kthehet një traditë në kryeqendrën veriore, pasi organizatorët shprehen se nuk do të jetë hera e fundit e këtij aktiviteti në Shkodër.